2 në 3 të rinj të arsimuar në Shqipëri nuk punojnë në profesionin e tyre. Kjo tregon se shkolla për të rinjt shqiptar është gjithnjë më pak e vlefshme. Kjo është një gjë e keqe për ta, por është katastrofë për të ardhmen e shoqërisë sonë. Pikërisht për shkak të keq shkollimit e të keq punësimit, rreth 40.000 të rinj detyrohen të largohen nga Shqipëria çdo vit. Kur unë kam qenë adoleshent dhe i ri, prindit e mi më thoshin që puna jote është shkolla. Dhe unë bëja ç'është e mundur që shkollohesha sa më mirë në mënyrë që të kisha të ardhme profesionale dhe brezi im ende ëndërronte për një të ardhme më të mirë. Sot për shumë të rinj, puna është bërë shkollë. Për ta, shkolla po bëhet gjithnjë më pak e kuptimt, jo vetëm për shkak të keq organizimit të sistemit arsimor në Shqipëri, po mbi të gjitha për shkak se nuk ka ose ka gjithnjë më pak vende pune të kualifikuara. Edhe kur ato ekzistojnë në ekonominë publike, zihen në mënyrë nepotike ose për preferenca partijake. Rinia shqiptare duhet të ngrihet në këmbë, duhet luftojë për të ardhmen e vet, madje edhe për të sotmen e vet. Të korruptuarit që janë pushtet, oligarkët që kontrollojnë ata, kanë për ta bërë gjithnjë më të keqe, gjithnjë më pak të jetueshme Tiranën dhe Shqipërinë. Prandaj unë u bëj thirrje të gjithë të rinjve të bashkohen lëvizjen bashkë në mënyrë që së bashku ta transformojmë Shqipërinë tonë në një vend të drejtë, në një vend të begat, në një vend të 1001 mundësive në radh parë për të rinjt.